Për më shumë se një dekadë, shqiptarët kanë pyetur veten pse opozita nuk e rrëzon dot kurrë Edi Ramën. Përgjigja nuk gjendet në sallën e kuvendit, as në studio televizive, ku politikanët bërtasin përballë njëri tjetrit. Përgjigja është ndërtuar me beton dhe hekur në zemër të Tiranës, në kullat që mbajnë të fshet një marrëveshje shumë më të vjetër se çdo fushat elektorale. Babai i kësaj marrëveshjeje e kuptoi shumë herët se opozitën e gjyshit nuk e blen dot me karige ministrore apo favore të vogla, duhej diçka më e madhe. Duheshin leje ndërtimi për ata që kanë biemrin e duhur dhe duheshin paratë që vinë nga betonizimi i Tiranës pafund e pa pyetur njeri. Monedha e këtij pazari nuk u bën as votat, as debatet parlamentare, u bën kullat e Shkëlzem Berishës dhe pallatet e Jamar Bërmalltezit. Djali dhe dhëndri i kreut të opozitës u shndërruan në dy anët e një ekuacioni që mban në këmbë të gjithë skemën. Kështu funksionon marrëveshja e heshtur që e ka mbajtur Sali Berisha në karrigen e opozitarit numër 2, asnjë rrezik real për pushtetin. Lejet vinë njëra pas tjetrës, kullat ngrihen pa bujë. Opozita mbetet aty ku është, e zënë me betejë që nuk fitohen kurrë, ndërsa familjarët e liderit të saj ndërtojnë perandori betonin e heshtje. Nëse Zeni është kaq shtrim, pse nuk ulet vetë në karrigen e kryetarit të PD-s, që të provojë sa i vlen lëkura, në vend që të bëj pazare në kurrizë të atit 80 vjeçar? Projekti për kullën 65 katëshe në bulevardin e ri nuk është një leje e zakonshme ndërtimi, kushdo që njeh Tiranën e di se në atë zonë asgjë nuk miratohet pa pëlqimin direkt të kreut të qeverisë. Mirpo kjo leje nuk i shkoi një investitori të afërt me pushtetin, siç mund të pritej. I shkoi shkëlqim Beshirit. Emri i Beshirit është i lidhur ngushtë me familjen